pa kaluar në pikat e tjera diskutimi, të doja të qëndroja pikërisht këtu për t'i dhënë disa rekomandime njerëzve që bëjnë qëndrime të gabuara në shezlong. Po, kjo është... Çfarë duhet të bëjnë? Kur shikojmë pushimet, neve kemi një relaks psikofizik. Dhe i marim ato gjërat me më ngadalësi, ato veprimet që bëjmë dhe humbasim dinamizmin. Gjithmonë kur jemi në pushime, neve duhet të kujdesemi të bëjmë ushtrime të lehta, për shembull siç është yoga, stretchime, ushtrime pro artikualitetit të shtutës kurrizore, do me thënë të rojmë atë formën e s-s dhe të japim lëvizshmëri që këto ushtrime ta oksigjenojnë, po dhe ta relaksojnë shtullën kurrizore. Se imagjino, kjo pushim që mund të jetë për 2 javë dhe neve kur kthehemi në punë, kthehemi me një padëshirë, do me thënë ndihemi sikur s'kemi dëshirë të punojmë më, po kjo është normale, sepse janë prekur dhe ana fiziologjike, biologjike, fizike, janë mësuar ato ritmet e ngadalta dhe kur fillojmë ato rutinën e punës, duhet ta fillojmë gradual. Si t'ja bëjmë që të ruajmë këtë energji? Atëherë kur jemi me pushime, t'jemi aktiv. Mund të bëjmë ato gjëra që sugjeroni pushime aktive. Po, të luajmë voleboll, të bëjmë not, të bëjmë hecje.